Ermal Beqiraj, biznesmeni që është arrestuar në Francë për dosjen e akshit, ka një karrierë që e njeh vetëm rritje dhe ka zgjeruar portofolin e bizneseve të tij. Ai u kap duke drejtuar një avion mbi një central bërthamor të rëndësisë së veçantë, ndërsa pasionin për mjetet ajrore e ka reklamuar vetë herët në rrjetet sociale. Siç shihet edhe nga fotot që janë publikuar, Beqiraj nuk e fsheh pasionin e tij për avionet, ndërsa poston në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, gjatë hetimeve për dosjen e akshit, prokuroria e posaçme ka sekuestruar një jahtë luksoz, që dyshohet se ka qenë në pronësi reale të Beqirajt. Bëhet fjalë për një jahtë të markës Predator Skyfall, vlera e të cilit në treg shkon gati 1 milion euro. Nga kontrollet e BKH-s, mjeti lundrues mësohet se është gjetur i ankoruar në Durrës. Sipas pak, biznesmeni Beqiraj e ka vendosur këtë jahtë në pronësi të Xhenila Tamizit, punonjëse e kompanisë Soft and Solutions, por prokurorët e posaçëm dyshojnë se jahti është blerë nga biznesmeni Beqiraj. Në dosjen e SPAK, Tamizi rezulton se është personi që rekrutonte edhe stafin për kompaninë e Beqirit dhe më pas i transferonte te kompania e biznesmenit Ergys Agasi, i shpallur po ashtu në kërkim. Në vijim me qëllim verifikimin e të dhënave të konstatuara të cilat rezultuan nga ushtrimi i këtij kontrolli është proceduar në marrje në pyetje të disa punonjësve të shoqërisë A Solutions SHPK. Këta shtetas në tërësi kanë deklaruar se njoftimet për punë kanë parë në internet, trajnimet e tyre i ka bërë shtetësja Xhenila Tamizi. Nga aktet, kjo shtetase rezulton të jetë e punësuar në shoqërinë Soft and Solutions SHPK. Madje në emër të saj rezulton edhe sendi i blerë nga Ermal Beqiri, mjeti lundrues Predator 50 Skyfall. Pasi janë trajnuar punonjësit bëjnë me dije se kontratat janë lidhur me një shoqëri tjetër, të ndryshme nga Soft and Solutions, konkretisht me shoqërinë e A Solutions, thuaj në dosjen e SPAK. Së fundmi, Beqiraj ishte në kërkim prej 8 muajsh nga prokuroria e posaçme, ndërsa hetuesit kanë dyshime se ai ka gjetur strehim në Francë. Pikërisht për këtë, drejtuesit e SPAK kanë pasur një vizitë me autoritetet franceze, duke i vënë në dieni dyshimet që kanë pasur. Tashmë Beqiraj ndodhet në paraburgim dhe pritet të dalë sot përpara gjykatës në Francë, ku do të njihet me kërkesën për ekstradim. Gazetari Gjergje Rebara ka bërë një identikit të biznesmenit, që për herë të parë ka dalë në skenë për ekspertizën e videos Meta Prifti, që u konsiderua e falsifikuar. Me arrestimin në Francë të Ermal Beqirit në një avion privat, ja vlen të rikujtohemi pak për karrierën e tij të bujshme. Eksperti i IT-s duket se pati fatin e madh në jetë që në vitin 2011 të shpallej nga gjykata e lartë si një nga 3 ekspertët që duhet të hidhnin tuç FBI-n për videon në të cilën Dritan Prifti xhiroi veten dhe Ilir Metën, duke diskutuar për korrupsion. Ai nuk zhgënjeu. Video e u shpallë falsifikuar dhe gjykata konkludoi se ajo nuk ekziston. Beqiri e vjoi karrierën e tij si zyrtar i Ministrisë së Brendshme. Prokurorët besojnë se kompania Fastech e kompjuterëve i transferoi atij 10 milion euro përmes një kompanie që merrej me tregti çokoladash nga Turqia. Më 2021-shin Beqiri u shfaq si sipërmarrës, pasi bleu një kompani të programimeve kompjuterike. Kompania fitoi shumë tender me çmime 5 fish apo 10 fish më të larta se sa kostot. Manipulimi i tenderëve nga grupi i strukturuar kriminal Akshi i ka kushtuar taksa paguesve 10 miliona euro, sipas asaj që mund të kuptohet nga dosja e prokurorisë. Bashkëpunëtori i tij në krim, Ergys Agasi, është ende në arrati. Të dy akuzohen për heqje e palishme e lirisë, pasi porositën rrëmbimin e një konkurrenti nga eksponent të dyshuar antar të bandës Çopja, një nga bandat më të dhunshme që ka njohur Shqipëria që nga viti 1997. Perceptimi ynë i gabuar është që beqirët vjedhin para, në realitet ata vjedhin punë, në mënyrë që paraja të gjenerohet dhe të bëhet e gatshme për të vjedhur. Duhet që dikush të punojë, nga puna të paguajë taksa dhe pastaj nis historia e vjedhjes. Me një fjalë, dikush duhet të punojë që beqirët të kenë mundësi të mbajnë jahtë dhe të fluturojnë me avion privat. Beqiri dukshëm është modeli i biznesmenit, sipërmarrja të cilit është korrupsioni, shkruan e Rebara.